Për herë të parë në Shqipëri u mbaj samiti i kriptomonedhave që ndryshe njihet si monedha virtuale, vlera e së cilës ndryshon në varësi të kërkesës në burzë. Organizatori Fation Dajçi theksoi se Web3 është e ardhmja dhe një mundësi për zhvillimin rajonal. Të mësojmë rinin edhe gjithë popullin tatë se kriptomonedha është diçka që do i japin forcë jo njerëzimit, po dhe gjithë shqiptarëve. Ne kemi një ekonomi shumë bukur edhe në pazar të zi ne përdorim shumë kriptomonedha, po nuk e përdorim për shtetin tonë edhe për me advancu neve si shtet. Universiteti Luarasi është partner në këtë event. Pedagogja e këtij universiteti Denisa Kele tregon rëndësinë që ka informimi i studentëve rreth kriptomonedhave. Universiteti Luarasi tashmë është kthyer në një inkubator teknologjik dhe e gjithë qasja jonë është që studentët tanë të njihen në vazhdimsi me gjithë të reja teknologjike. Duke i qenë se kriptovalutat patjetër që janë një ndër asetet tashmë financiare të gjithë kësaj bote digjitale që ne jetojmë, studentët tanë patën mundësi që të jenë pjesë e kësaj konference dhe Universiteti Luarasi pati mundësi që të ishte bashkë organizatori i kësaj konference. Balkans Crypto 2025 bashkon ndërtues, themelues, politikbërës dhe investitor nga e gjithë bota, jo vetëm për të diskutuar të ardhmen e teknologjisë së decentralizuar, por edhe për të ripërcaktuar se ku ndërtohet kjo ardhme. Nick Spanos, themelues në bursën e kriptomonedhave në New York, mendon se Shqipëria është vend ku ka liri që kriptoja të ecë përpara. But I think the Balkans and especially Albania Mendoj se në Ballkan dhe në veçanti në Shqipëri ka mjaftueshëm liri që kriptoja të ecë përpara. Prandaj ndodhem në këtë vend për të folur rreth kësaj teme dhe për ndihmuar se çfarë duhet bërë dhe çfarë nuk duhet të bërë, veçanërisht nga perspektiva rregullatore. Vendet e Bashkimit Evropian kanë disa kufizime për të bërë gjëra të rritën në këtë aspekt, por mendoj se Shqipëria ka një avantazh, duke qenë se Bashkimi Evropian do të duhet kohë që të adaptohet dhe Shqipëria mund të bëhet një Zvicër e re e Europës, pasi të miratoj Bitcoinin dhe kriptomonedhat. Edhe ekspert të kriptomonedhave pjesëmarrës në event tonë gjithashtu se Shqipëria ka shumë potencial për sa i përket kriptomonedhave. Shqipëria po ashtu ka një potencial të lartë për të bërë si një treg i hapur për kripto, por që të ndodhë kjo është e nevojshme adaptimi legjislacionit dhe regulatoreve të nevojshme që të lëvizin gjërat përpara. Është hera e parë që vi në Shqipëri, një vend i mrekullueshëm. Kjo është konferenca e parë e kriptomonedhave në Shqipëri. Presëm pa durim që të ndjek konferencën e vitit të ardhshëm, sepse do të ketë më shumë njerëz. Shqipëria ka shumë potencial sa i përket kriptos. Shqipëria po bëhet një pikë strategjike për teknologjitë e reja në Ballkan.